Sot në narracion jemi në shtëpinë e Arbnora Feza Idrizit, e vetmja shqiptare që ka hyrë 4 herë në librin e Guinness, përmes artit të origamit. Një rrëfim i veçantë për durimin, pasionin dhe formën unike të shprehurit përmes letrës. Mirë se erdhe Arbnora. Faleminderit juve për vizitën, mirë se ju gjeta. Çfarë të bie ndërmend së pari kur e kujton veten si fëmijë? Ndoshta hiperaktiviteti i madh që kam pas si fëmijë, ëndra e madhe për të arritur gjithmonë ka arti dhe dëshirat e shumta. Kur filluan shkëndijat e para të interesimit për artin? Qysh si fëmijë kam bërë vizatime të thjeshta me laps, nganjëherë edhe me ngjyra të shumta që i përzija, realizoja natyra të thjeshta, pastaj duke shkuar tek ato më të komplikuarat, mirëpo zhvillimin e artit e kam bërë në vite më vonë. Cila është mungesa në jetë që nuk të lejon të ndihesh e përmbushur sot? E falenderoj Zotin që gjithmonë kam qenë dhe jam e përmbushur, edhe pse njeriu gjatë jetës padyshim që ka sprova të shumta dhe rrugtimi i jetës nuk sjell gjithmonë gjëra të mira, mirëpo njeriu duhet të mundohet dhe të vazhdojë të arrijë aty ku dëshiron, me punë, me vullnet dhe me dëshira të mëdha. Padyshim që jeta është sfiduese, ndoshta nganjëherë të jep ato mësimet më të befasueshme, por njeriu duhet të jetë gjithmonë i përgatitur dhe të arrijë tek qëllimet, tek caku i tyre. Padyshim që në jetë kam hasur vështirësi, kam pasur një rrugtim të vështirë, nuk ka qenë lehtë as pak, me thonë të drejtën më ardhë deri ti ku ke dashur, por me besimin Zot, me vullnetin, me dëshirën për punë jam munduar që të jem gjithmonë me inspirim të madh, ndoshta me dëshira të mëdha të realizueshme. Nganjëherë them që edhe familja është ai motivi më i madh që të bën me vazhdu një jetë dhe me ecë tutje. Gjërat e bukura padyshim, njerëzit që të rrethojnë me dashuri, që t'jepin motiv, luajnë rol të rëndësishëm. Patjetër që ata ndoshta janë edhe shtytësit, baza kryesore që të motivojnë me arrit. Ka shumë gjëra të bukura që të bëjnë për me vazhdu tutje, ka shumë gjëra të motivuese që të bëjnë me ecë, mos me u ndal, por ka edhe shumë gjëra tjera që ndoshta të bëjnë me mendu se padyshim jeta të vënë sprovë dhe të sfidon. Kur fillove seriozisht të mësosh artin e origamit? Në shkollën e mesme isha duke përgatitur ekspozitat e para, ndoshta edhe si fëmija mirë me artin dhe me ekspozita mirë, po me seriozitet e mora pikërisht në shkollën e mesme, ku aty hapa një ekspozit veçantë vitin 2017, ndërsa në fakultet ishin hapat e parë me profesoreshen e nderuar Arife Kurti, ku mësoj teknikat e para të artit origami. Aty lindi dëshira që të hulumtoj më tepër për këtë art. Çdo palosje e letrës më duke interesante, figurat që formoheshin dhe krijoheshin punimet jashtëzakonshme. Aty fillova të studioj, të hulumtoj, me qenë se sot ke mundësi nëpër internet të shikosh dhe të marrësh informacione se ku zhvillohet ky art më shumë. Fillova të punoj me përkushtim. Edhe në vitin 2018 lindi ajo ideja që ta përforcoj dhe të vazhdoj tutje me artin origamit, pse jo të bëj edhe projekte gjigante. Që nga koha që merresh me artin e origamit, a e sheh letrën si një formë komunikimi? Patjetër, ndoshta shumë herë kur realizoj punime të bukura dhe të veçanta, ndodh sikur po bisedoj apo po krijoj diçka të veçantë, sikur më flasin. Është e veçantë e imja se tek arti origami format e letrës i bëj prerjet pa matje, bëj ato figurat e veçanta pa shikuar askund, domethënë kam perfeksionuar këtë art, dhe është i veçantë për arsye se ky art nuk ta jep mundësinë më të presh letrën, po të vazhdosh ashtu me forma të veçanta dhe duke realizuar projekte dhe figurat interesante. Arti origami është interesant për arsye se letrat të cilën ti e përdor nuk ta jep mundësinë me përdor prap, po me formën dhe palosjen e saj, ajo t'jep figurën e dëshiruar. Do t'jetë letër rezistente, letër që paloset lehtë, e butë, dhe është domethënë shumë vështirë në Kosovë me u gjetë kjo letër, po fal bashkëpunëtorëve të mi që tashmë kam krijuar, më sigurohet kjo letër dhe e kam shumë të lehtë për me realizu punë të tjera. A ka ndonjë material tjetër që mund të përdoret për të punuar origamin? Vetëm letra origami është letër specifike e veçantë që përdoret për origami, sepse t'jep mundësinë, siç thash, për krijimin e figurave. Materialet tjera nuk janë adekuate për realizimin e artit origami, edhe pse kjo teknikë e artit ka filluar tashmë dhe të zhvillohet edhe më tepër, të praktikohet, të studiohet dhe kudo nëpër botë tashmë e sheh se edhe nëpër institucione parashkollore kanë filluar edukatorët në shumicën e rasteve
ta realizojnë si aktivitet kryesor për moshat e vogla. Është e veçantë se këtë art e kam praktikuar edhe tek fëmijët e moshave parashkollore, gjë që nxit edhe zhvillimin dhe rritjen e fantazisë së tyre. Është e veçantë, domethënë, praktikohet dhe të zhvillohet më tepër. Sa janë të interesuar fëmijët tuaj rreth këtij arti, a u ke mësuar atyre atë? Fëmijët e mi është për çudi që vetëm djali i vogël e shpreh atë interesimin dhe është gjithmonë afër meje. Mirë po e veçantë është që edhe fëmijët e kunatit, edhe familja ime ka qenë shumë ndihmëse dhe përkrahase imja e madhe. Fëmijët e kunatit më kanë ndihmuar shumë në formimin e pjesëve të letrës për rekordet botërore. Padyshim që edhe fëmijët e mi më kanë ndihmuar, mirë po atë pasionin e madh nuk e kanë fëmijët ashtu siç e kam unë. Edhe pse jo mundu me e zhvillu, mirë po dëshira e tyre është që të vazhdojnë diçka tjetër, kështu që nuk ju kam imponuar. Për vetëm se djalit vogël, po, ai shihet që është më interesuar, më ndihmon rreth punëve që i realizoj, padyshim që unë kam edhe një kanal në YouTube që realizoj punime të shumta gjatë ditës, dhe ai gjithmonë bën ato xhirimet, editimet e video, patjetër edhe redakton ato pjesë të tjera. Kështu që ai është më interesuar. Sa e ke të vështirë realizimin e origamit kur të filloj puna? Cilat janë gjërat bazike për të cilat duhet të kujdesësh gjithmonë? Padyshim që për të realizuar diçka të vogël është shumë e thjeshtë dhe ti duhet përsëritet ajo formë e punës nëse ka nevojë. Mirë po te projektet e rekordeve botërore padyshim që është sfiduese tepër. Sepse në momentet e para posa fillon të realizosh pjesën e letrës, kërkohet që t'jetë preciz, t'jetë e punuar drejt dhe nuk ta jep mundësinë e kthimit punës prap. Duhet punohet me shumë kujdes të veçantë, në mënyrë që puna të mos përsëritet, përndryshe materiali shkon dëm i gjeti. Tek rregullat e gynisit kam që gjatë punës t'i punohet me kujdes, punohet me milimetra dhe puna t'jetë e veçantë. Është shumë e vështirë përderisa ta fillosh organizimin, pastaj formimin e pjesëve, sepse atje kërkohet që letra dhe pjesët e letrës të jenë të veçanta. Padyshim që ka sfida të shumta. A përbën kosto të lartë puna me letrën? Padyshim që kostoja e letrës origami është shumë e lartë, por falenderoj Zotin që afër vetes kam pasur shumë njerëz që më kanë ndihmuar dhe më kanë mbështet. Kam pasur miq të mi që letrën ma kanë siguru dhe kanë bërë edhe përgatitjen e kësaj letre këtu në Kosovë, siç është Europrinti, ka bërë ngjyrosjen e letrës, prerjen e saj, ka bërë në funksion fabrikën vetëm për një ditë për më realizu projektet e mia, ka angazhu gjithë punëtorët, shej falënderimi dhe respekti unë i shpreh një njotë mëdhaja, sepse ata ndoshta mos me pas mundësinë me siguru në Kosovë është dashur të shkoj ose në Gjermani ose në vende tjera, ku ka kushtuar edhe më tepër. Mirë po ata kanë bërë edhe zbritjet e letrës, kështu që ma kanë lehtësu shumë punën time dhe e kanë bërë të mundshme realizimin e projekteve, ndoshta pa mos përkrahjen e tyre, unë nuk do të kisha mund të mi realizu projektet e rekordeve botërore, sepse ka kosto të lartë puna e rekordeve botërore. A të ka sjellur ndonjëherë puna monotoni? Me thonë të drejtën, ndoshta pjesa ku nuk kam çka të bëj, është pjesa që ndjem monoton dhe bën një ditën time jo të mirë, kështu që unë mundohem që me angazhime dhe me punë të shumta të kem ditën e plotësuar dhe aktivitetet e shumta e bëjnë domethënë kohën time më të veçantë, sepse dua shumë punën time dhe e bëj me shumë pasion. Kur të lindi ideja së pari për të bërë pjesë e konkursit për çmimin Guinness? Viti 2013 realizova ekspozitën më të madhe me artin origami, ishin 125 punime të artit origami, secili punim kishte ato veçoritë dhe specifikat e veta. Realizova ekspozitën e Mitrovic dhe ajo ekspozitë ishte mjaft e suksesshme për të vazhduar pastaj në Skënderaj. Aty realizova punime të veçanta dhe nuk u ndala, mirë po dëshira për më ardhur deri te Guinnesi ishte portreti i komandantit legjendar Adem Jashari. Fillova ta punoj një punim të veçantë, i tëri me pjesë letre, me copëza të vogla, 2 metër katror, dhe posa ekspozova në sallën e kulturës në Skënderaj, ish kryetari Jashari e mori dhe vendosi në muzeun e Jasharajve. Aty u ndjeva shumë e vlerësuar dhe thash, pse mos të bëj diçka të madhe, ndoshta do të mundem me ja dal. Dëshira ime filloi që aty, dhe kështu që në vitin 2018 bërë aplikimet e para për rekordin botëror. Kur ke filluar me këtë lloj të artit, a ke menduar ndonjëherë
se mund të jesh shqiptarja vetme që mbon 4 herë rekordin Guinness. Më thënë të drejtën, kur hartuam projektin për rekordin botror me menaxherin tim, dajën tim Dan Qarku, i cili gjendet në Londër, patjetër që e falenderoj sepse bashkëpunimi ka filluar me të dhe suksesi po ashtu. Ideja ime u prezantu tek ai dhe ai e mori dhe analizoi, kështu që ne bashk e hartuam një projekt, filluam ta përbëjmë grupin që kërkohej nga rekordi botror, arkitektin, profesorat, një grup që dhe tani funksionojnë, një grup shumë i suksesshëm, ku pa ata nuk kisha mujt me ja dal. Edhe hartuam rekordin për lulen më të madhe në botë në vitin 2018, po sa kryem gjitha procedurat për aplikim, aty e pam që Guinness kishte pranuar që donë të jem pjesë e librit e Guinnessit. Ka qenë një moment i papërshkrueshëm, një moment që ndoshta që nga dita e aplikimit deri tek dita finale e rezultateve më ka mbajt në emocione, edhe në ato momente kur ka marrë edhe konfirmimin zyrtar, ka qenë momenti më i papërshkrueshëm që ndoshta në jetën time nuk e kam pritë. Si e përjetove më gjerësisht atë moment? Isha në shtëpi dhe djali i vogël bënte disa punimet e vogla dhe në telefonin tim më erdhi një email zyrtar nga Guinnessi, ku shkruhej: ne ju urojmë sepse tashmë zyrtarisht ju mbani titullin për rekord botror, ju jeni fituese. Edhe thirrjen e parë e kam bërë tek bashkëshorti dhe i kam thënë që unë kam fitu, mirë po ndoshta zëri im nuk ka qenë i kontrolluar në atë moment nga gëzimi dhe nuk dija se si të reagoja fillimisht. Mirë po ka qenë moment i papërshkrueshëm dhe nuk e prisja që do të jem pjesë e Guinnessit, ku kjo ndërrejmja e madhe është realizu. Cilat janë përfitimet që ka secili pjesëmarrës nga libri Guinness? Të gjithë mendojnë se të jesh pjesë e rekordit botror, ndoshta do të jesh një milioner, rekordi do të shpërblej apo do të marrësh një kosto të lartë. Mirë po rekordi përveç titullit nuk t'jep diçka tjetër. Shteti është gjithmonë ai që duhet ta mbështes një rekordman, t'i paguaj shpenzimet, ndoshta t'ia paguaj edhe fitimin ose fitoren që sjell ai rekordman, padyshim që ti po e promovon jo vetëm veten, po edhe vendin tënd. Mirë po, deri me tani kam pas një mbështetje të mirë, po shpresoj që të ardhmen të kem një mbështetje edhe më të madhe nga vendi im. A ka ndonjë projekt nga i cili ke dashur të heqësh dorë? Secili projekt nga rekordi botror i ka disa momente të veçanta sfiduese. Momenti ku ndoshta të bën me i thonë vetes nuk do të mundem ja dal. Por me stafin që ke ofër vetes, cilët motivojnë, ndoshta ata të shtyjnë edhe me vazhdu. Momenti më i veçantë mundem me cik në rekordin e parë, kur realizuam lulen më të madhe në botë, aty 13 me 13 metra sipërfaqe, filluan që letrat të lëshojnë nga ngjitsi dhe filluan të më kapin ato emocionet e larta, dhe ajo frika se jam duke dështu. Ka qenë momenti ndoshta më i vështirë, kur kam arrit t'i bëj 26 palosje, ndoshta për syrin nuk është dukur estetike, mirë po palosit kanë qenë jashtëzakonisht vështira, është dashur deri në 2 metrë e gjys lartësi me i mbajt kandet e letrës për me kriju atë lule. Ndoshta kur kam kriju projektin, kam qenë të ra ujë duke u ndjerë ndoshta si një person sikur po zhytem në një ujë të madh. Ka qenë moment shumë i veçantë dhe i frekshëm se nuk po mundem ja dal. Po kur arrita me e kry, e pash që gjithçka u kry me sukses. Secili rekordi ka pas sfidat e veta, momentet e veta. Edhe rekordi i fundit, flamuri i Shqipërisë, salla të cilën kam hy, 1300 metra katror, sipërfaqja e madhe më ka bërë me u friksu pak, e i thash vetes a do të mundem me ja dal, ku Shqiponia ka pas shumë sfida dhe vështirësi, kandet, palosja, radhitja, mirë po ja kemi dal. A të ka ndihmuar ky lloj arti për të qenë më kreative në jetën tënde? Ndoshta ky lloj arti ka shtuar më tepër pasionin tim për të vazhduar më tutje, për të hulumtuar më tepër, për me sfidu veten edhe në forma tjera, jo vetëm këtë teknik punës. Meqenëse se këtë art e kam pas zhvilluar edhe më herët, atëherë tash më bën që me vazhdu dhe me shiku me sfidu veten jo vetëm këtë fush, por edhe në mënyra tjera të artit, me gjetë veten ndoshta pse jo dhe ndonjë rekord tjetër të veçantë, me teknikën e punës, me materialin, ndoshta dhe më specifik.
A ke menduar ndonjëherë për hapjen e një qendre apo kursi ku mund t'i mësosh njerëzit rreth origamit? Po, në që sa vite kam një qender në Prishtinë, një qender të veçantë, ku realizoj projekte të veçanta me fëmijët e grup moshave të ndryshme. Aty përveç artit origami, arrit të zhvilloj edhe aktivitetet tjera edukative për moshat e ndryshme. Një qendër që po ju shërben dhe po ju ndihmon fëmijëve të arrijnë dhe të zhvillohen, pse jo edhe të jem pjesë e rekordit botror. Gjatë punës që bëjmë unë angazhoj ata të rinj dhe ato të reja të jenë edhe pjesë e rekordit botror, siç bëra së fundmi herë edhe me shkollën e medreses Alauddin Prishtinë, ku inkuadrova 70 nxënës që të më ndihmonin projekt. Edhe pse ishte një projekt jashtë kurrikular për shkollën, ata u angazhuan dhe më ndihmuan dhe së bashku arritëm i finalizu. Dhe mendoj që të ardhmen të mos ndalem. A të ka ndodhur ndonjë histori interesante gjatë punimit të ndonjë projekti që të ka mbetur sot në mendje? Patjetër që ka edhe momente qesharake, po ka edhe momente të vështira që ndoshta të kanë mbetur në mendje dhe i kujton gjithmonë. Kur kemi finalizuar rekordin flamurin e Kosovës, na është dashur 14 orë pa ndalë të punojmë, me pauza shumë të shkurta, dhe të gjithë nxënësit që kanë marrë pjesë filluan të kenë djegje të muskujve, lëndime të këmbëve në gjunjë, për arsye se salla ishte pashtruar dhe ato pjesë të deformimit të tokës filluan të i dëmtonin në gjymtyrët e tyre. Dhe sa ishe dëmshme, nganjëherë ishe dhe qesharake, filluan të përdorin si shtroja, pjesë të ndryshme të letra, edhe materiale tjera, ndoshta do shtriheshin që të arrinin t'i realizonin. Ka pas momente të ndryshme, mirë po ka qenë një punë shumë e bukur dhe veçantë që gjithmonë të ngelet në mendje. Kush ishte përkrahja jote më e madhe në rrugën drejt rekordeve që i ke marrë? Ka shumë njerëz që sot mundem i thonë faleminderit gjatë rrugtimit tim deri te suksesi, padyshim bashkëshorti, familja, nana ime ndjerë, menaxheri, profesorat, arkitekti, po gjithë ata mbështetës, sponsorat e mi që kanë qenë gjithmonë krah meje, gjithë ata që më kanë ndihmuar qoftë edhe me një pjesë letre, janë pjesë e suksesit tim. Unë i falenderoj gjithmonë dhe jam mirënjohëse gjithmonë se pa ta nuk kisha mujt me ardhur deri këto. Padyshim që Zoti është ai që ndihmja më e madhe që t'jepet nga Zoti, besimi i fortë, mirë po Zoti dërgon njerëz që do t'jenë krah teje dhe do të ndihmojnë dhe të motivojnë gjithmonë. Dhe unë jam mirënjohës gjithë jetën. A ke pasur përkrahje të mjaftueshme nga institucionet e nivelit lokal dhe qendror? Me thonë të drejtën, fillimet kanë qenë shumë të vështira, sepse ndoshta nuk ishe një person shumë i njohur dhe dëshirat e tua nuk ishin shumë të njohura për tjerët, dhe nuk e kuptonin shumë mirë qëllimin tënd, nuk e kuptonin se çka po dëshiron me arrit. Fillimet kanë qenë shumë të vështira për më ardhur deri aty. Në komuna e Skënderajit më pat përkrah në periudhën sa ish kryetari Jashari. Pastaj Ministria e Kulturës padyshim tregoi një mbështetje. Fillimet kanë qenë graduale të mira, tashmë kanë filluar një mbështetje pak më të mirë, edhe pse siç thash kosto është shumë e lartë, mirë po me mbështetjen e sponsorave, po ja arrimi me i përfundu projektet, edhe pse duhet më tepër të bëhet, mirë po gjithmonë kam pas një mbështetje të mirë. Jo edhe shumë e mirë, po mundem me thonë që e mirë, por pres në të ardhmen një përkrahje më të veçantë dhe më të mirë. A ke menduar ndonjëherë të veprosh jashtë Kosovës? Ka pas momente ndoshta zhgënjimi, mirë po unë vendin tim e dua dhe dëshiroj që këto projekte dhe këto suksese t'ja dhuroj sidomos Drenicës, vendit që ka japë më shumti. E falenderoj Zotin që jemi në këtë epokë, që ndoshta e kujtojmë edhe periudhën e luftës, periudhën atyre që kanë japë gjithçka që na sot jemi këto, kështu që ndoshta na bëjmë shumë pak për vendin tonë, por ne duhet punojmë tepër që të bëjmë për vendin tonë, meqense se mundësitë tashmë janë pak më të mira dhe shpresojmë që ky vend të arrijë zhvillohet më tepër dhe të krijojë mundësi edhe më të mira për të rinjët tonë që ta tregojnë talentin, ku ne e dimë që shumë të ri dhe të reja kanë një talent veçantë, mirë po ju mungon përkrahja, mbështetja, ndoshta edhe vullneti. Ndoshta nganjëherë edhe frika për me provu diçka, por ju them që të vazhdojnë tutje dhe mos të hequn dorë prej ëndrave të tyre. Po dalim në një temë tjetër. Lidhja me Zotin, si të ka ndikuar në sfidat e jetës? Lidhja me Zotin më ka bërë që sfidat i te kaloj me shumë lehtësi.
më ka bo që shumë gjona ti marrë me shumë seriozitet dhe ndoshta ti te i kaloj. Është një lidhje që nuk mundesh me përshkru. Çdo moment i vështirë t'i kalohet me momente të veçanta, me lutje, me falje, ndoshta me besimin e fortë që e ki, edhe çdo gjë e pamundur gjithmonë është bërë e mundur, sepse mbështetja në Zotin është e veçantë. Kur ke filluar me namazin dhe si erdhi momenti kur vendose shamin? Momentet kur kam filluar me namazin kam qenë shumë e re, ajo dëshira me njoft thelbin, ndoshta rrugën, dhe fatmirësisht si fëmijë kisha një ekspozit dhe aty më ofru një vend i punës në Radio Drenica, ku me kënaqësi pranova që ta udhëheq një emision fetar Zëri i arsyes, gruaja në Islam. Aty fillova të lexoj më tepër për fen, fillova të lexoj libra të shumta, padyshim të marr materiale, ta njoh të vërtetën më shumë dhe rrugtimi im ka filluar aty. Ndërsa mbulesën e kam vendos në fakultet në vitin e parë, kur unë më tashme isha me pjekur, me vendosur, dhe dija se çka dëshiroja, mbulesa ndoshta ka qenë ajo kurora që e kam bërë, dhe me shumë dëshirë dhe dashuri dhe me shumë krenari e mbaj, dhe e falenderoj Zotin që ma ka mundësu me ardhur deri te mbulesa. A je paragjykuar ndonjëherë për mbulesën? Padyshim që fillimet nuk kanë qenë të lehta, ka pas paragjykime të shumta, por jam mundu që ato paragjykimet e njerëzve ti mund me vepra të mira, me punë të mira, me suksese, ndoshta ti model i mirë, që paragjykimet e tyre të mos jenë ashtu që ndoshta forma e shprehjes ka qenë jo e mirë, por nuk jam mirë shumë me paragjykimet, me fjalët e njerëzve. Jam mundu që puna ime me fol më tepër se fjalët e tyre, dhe jam mundu që me vepra ta dëshmoj që me punë e dëshmon nuk ka lidhje çfarë besimi je, nuk ka lidhje se çka ndjek në jetë, e rëndësishme është çfarë njeri je dhe çka synon jetë dhe çka prezanton tek tjerët. A ndikon feja dhe identiteti në krijimtarinë tënde? Jo, më thonë të drejtën, tek projektet e mia nuk ka pas ndonjë kërkesë të veçantë që të kërkohet ana fetare, patjetër që të lypet identiteti, se kush je, çka dëshiron të prezantosh, çka dëshiron të formosh, të krijosh, se dhe ata dëshirojnë me pas një njohuri të veçantë për një person që synon tek suksesi, mirë pas njerë s'kam pas, domethënë, pengesa ose probleme që të arrij ose të realizoj diçka të tillë. Je grua e nën, nga gjithë ky angazhim, për kë ndon kohë gjithmonë pa marrë parasysh rrethonat? Me qenën grua, sidomos nënë e 3 fëmijëve, është shumë e vështirë, padyshim që fëmijët dojnë një përkushtim dhe një kujdes të veçantë, dojnë angazhim, dojnë kohën e tyre, nganjëherë nuk të pyesin se çka ke ti në plan të bësh. Mirë po në mundohem që pjesën më të madhe të kohës t'ja përkushtoj fëmijëve, t'ja përkushtoj familjes, kohën e punës e bëj më të veçantë një pjesë ku ndoshta fëmijët janë më të lirë, dhe padyshim që nuk është e lehtë, po mundohem që bashkë edhe me familjen, edhe pse këta e kuptojnë punën time, të kem krah dhe të ma letojnë punën që do t'i realizoj punët e mia pa ndonjë pengesë. Cili është plani i ardhshëm? A do të konkurosh edhe një herë për të bërë pjesë e rekordit Guinness? Çdo ditë hulumtoj faqet zyrtare të rekordit, shoh gara të shumta që realizohen nëpër botë, nganjëherë shoh projekte të veçanta që thon pse dhe unë mos t'i provoj. Po patjetër unë jam duke realizuar edhe projekte tjera, kam shumë rekorde të pranuara nga rekordi botror, kështu që tashme me ekipën time ne jemi duke hartuar një projekt veçantë, edhe pse akoma nuk është zyrtarizuar nga Ministria e Kulturës Mbështetja, ku po pres një mbështetje prej tyre dhe të filloj me punën. Hapat fillestar ne vetëm se i kemi bërë. Kemi bërë edhe përgatitjen e projektit, gjithçka është gati, vetëm po presim që të zyrtarizohet mbështetja dhe ndoshta shumë shpejt do të më shihni me diçka më të veçantë dhe më ndryshe. Për fund, talenti, puna apo të dyja, cila ju solli më shpejt te suksesi? Patjetër që talentin e zhvillon me punë. Puna është thelbi dhe çelësi kryesor për me arrit një jetë. Çdo gjë do të më zhvillu me punë, me mund dhe me sakrificë, asgjë nuk është e lehtë. Do të angazhim për kushtim, edhe pse patjetër siç e ceka sfidat shumë ta ke në jetë, mirë po për kushtimi dhe nëse ti nuk hiq dorë, padyshim që do të arrish aty ku dëshiron. Do të angazhim, durim
dhe sfidat i vinë, e shkojnë mirë, po ëndra jote e madhe pa dyshim realizohet dhe kulorzohet në fund pas gjithë asaj sakrifice që ti e munduar ta bësh. Arnora, faleminderit shumë që ndave kohë dhe u bëre pjesë e misionit Narracion. Faleminderit juve që ndat kohën për mua, ju dëshiroj suksese në punën tuaj.